Dhe erdi momenti lumtur martesa. Që priste atje? Shumë stresuar. Ati ko? Një darkë e bukur mondane, ti e veshur nuse. Si duke jemi neja e veshur nuse? Nuse nuk të regojmë, sepse... Një yll, i vërtet. Nuk mjafton për fjalin. Sa bukur, sa mirë, sa... Nuk mjaftojnë fjalët, edhe ai bukur. Por unë, me ndimim, kur shoh, por shumë syti branda, pas të gjithë bota. Edhe ta gjithë zakon të unë njësoj, është. Edhe kur, për shumë, këndon, kur muhabet, unë shoh syti, maroj, gjithë njerëzit të fshehur. Me të vërtet. Është drejt, kjo është gjithë me zemër. Momentin që shikon sytë e bashkëshortit tënd, gjithë me zemër, po. Gjithë bota për ty bëhet ujë. S'ka njerëzit. E bukur. E bukur. Unë po shoh nga miqtë e panelit që me të vërtet duan të thonë diçka. Po e them unë. Në fakt është një poet shumë i madh, Nazim Hikmet, dhe në Shqip e kanë përkthyer shumë njohës të mirë të gjuhës turke. Këtë poezi të cilën unë e mbaj mend, e ka përkthyer një kolegu jon gazetar, Alban Tartari. Poezia pak a shumë është kjo: deti më i bukur, ai i peshkuari. Fëmijët më të bukur, ende të paritur. Ditët më të bukura, ende të papërjetuara, fjala më e bukur që dua të them është ende e pathënë. E bukur. Ti marrim të vargje kështu si dhurat për 15 vjetorin e martesës çiftit. Padyshim.